thot, si mund të tjetë një teze si nona kur tezja as nuk na vjen e as nuk don me i shku në shtëpitë saj. Kjo është rast i izoluar. Mirë, po ju duhet luteni shumë, e ju duhet i shkoni asaj, nëse aja nuk don me ju pranu, atër e keni obligim që mos ta kaputni kontaktin me ta bile 2 herë në vjet, në 2 bajrama. Minimale, që nuk o të zonë kjo është vije kuqe. Si rast. Rast i ndishëm, njerëzit sprovohen, kemi sprovat natyrave të ndryshme, sidomos sot, ku njerëzit fatkeqësisht e kanë humbë shpirtin, fatkeqësisht njerëzit gjithçka e kanë akceptu lidhjen farefisnore nëpërmjet interesave, ki ose kam interes, të respektoj, është shumë e rëndë. E për këtë arsye, unë lutj Allahun dhul xhelal që Allahu këtë armiqësi dhe këtë urrëtie ta shndrojë në dashuri dhe në afërsi. Ai ka mundësi, duhet me dhënë sadakta për këtë punë, që atë mlefin dhe atë gacën e cila është duke u ndez urrëtie që pi fryn drejt që mallkum, me fik, me ujin e rahmetit, sjelljes, duas, veprave të mira, sadakës, e mos të dorëzojmë në shpirtin, Allahu duke qenë hidhrum edhe të lëqitëm në zveti. Allahu e dhe më smirti. E ata që i kanë raportet e shkëlqyera me farefisin e vetë, qofshin teze, apo qofshin daje, apo qofshin agjallar, apo qofshin hala, që të hadinë vlerën e kësaj fërsie dhe kësaj dashurie, është kënaqësime për jetu, kur ndëgjon rast të këtilla. E rëndë, që madje edhe të emocionuar dhe rënqefe, edhe është shumë e rëndë, e kuptoj, sepse tezja realisht dhe normalitikisht e zon vendin e nanës. Në një botë normale po ama. Në një botë normale, në një botë kur kriteriumi është e vërteta dhe realiteti, jo interesi edhe diçka tjetër, por sot jemi të jetu në një botë ku gjithçka është shndruar në një objekt malli dhe interesi, e pastaj kjo pritet më bo me reciprocitet, kjo është të merë. E kjo nuk duhet pastaj mu shërby si kriterium mënyrë që njerëzit, edhe sidomos ata që vinë pas, me u eduku dhe mu rrit në këtu antivlera në amën të vlerave. Unë e thamë shpesher edhe ilustroj me një fjali figurative, shqiptarët nuk ka nevojë të ecin me upinga, por nuk ka nevojë me ndrru fërkem dhe gjymtyr të tyre. Ashtë, timojmë tonat. Timojmë tonat sa tona mjaftojnë.